Komisioni Qendror I Zgjedhjeve njoftoi se kanë përfunduar aktivitetet në qendrën komunale të numërimit për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ndërkaq, për ditën e tretë me radhë në qendrën e numërimit dhe rezultateve, po vazhdon numërimi I votave me postë. Komunat e fundit në të cilat përfundoi procesi I numërimit dhe verifikimet e rezultateve në orët e vona të së shtunës ishin Prishtina, Prizreni, Gjilani dhe Malisheva. KQZ njoftoi ndërkohë të dielën se përsa I takon votimit brenda vendit, janë verifikuar rezultatet për 2571 vendvotime të rregullta nga zgjedhjet për kryetar të komunave dhe rezultate për subjekte politike nga zgjedhjet për kuvende komunale nga 2571 vendvotime. Aktualisht po vazhdon numërimi dhe verifikimi I votave nga jashtë dhe sipas ëndrrave deri në orën 10 të dielës janë numëruar 54 kutime fletvotime për kryetarët e komunave dhe 45 të tjera për kuvendet komunale. Qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës votuan përmes postës nga 17 shtatori deri më 11 tetor. Pas përfundimit të numërimit të këtyre fletvotimeve, do të numërohen dhe votat me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta dhe më pas KQZ-ja do të shpallë rezultatin për raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Raundi I dytë pritet të mbahet më 9 nëntor. Sipas rezultateve paraprake, 21 komuna kanë zgjedhur në raundin e parë kryetarët e komunave, ndërkaq në 17 të tjera pritet që të organizohet raundi I balotazhit. Në ditën e zgjedhjeve votuan 39.58% e mbi 2 milion qytetarëve me të drejtë vote brenda Kosovës.